Këngëtari I njohur turk Ibrahim Tatlises ka bërë deklarata të forta ndaj djalit të tij, Ahmet Tatlises, nga shtrati I spitalit ku po trajtohet para një ndërhyrjeje në fshikëzën e tëmthit. Përmes një mesazhi zanor të dërguar në emisionin e Ece Erken, artisti ka ngritur akuza dhe ka shprehur hapur zemrimin e tij. Nuk e dua, nuk do ta dua dhe nuk do ta fal. Nuk do t'ja fal as të drejtat e mia, është shprehur Tatlises, duke e akuzuar të birin se shfaqet pranë tij vetëm kur ka kamera dhe vëmendje mediatike. Ai ka pretenduar gjithashtu se Ahmet po tenton të marrë kujdestarinë e tij. Sipas mediave turke, në deklaratat e tij, këngëtari ka folur edhe për çështje financiare, duke thënë se I kishte dhënë të birit disa biznese në të kaluarën, por sipas tij ato kanë dështuar. Po ashtu ai ka përmendur edhe mosmarrjen e disa përfitimeve nga shitjet e pronave, duke theksuar thellimin e konfliktit familjar. Në fund, Tatlises ka dhënë edhe një përditësim për gjendjen e tij shëndetësore, duke treguar se ndodhet në spital për shkak të problemeve me fshikësën e tëmthit dhe se pritet I nënshtrohet operacionit. Ai ka siguruar se është në gjendje të mirë dhe ka kërkuar që lajmi t'u përcillet të afërmve të tij.